Mbi një dekadë më parë, socialistët në pushtet morën përsipër një reformë të re administrativo-territoriale. Një reformë e cila proklamohej e deklarohej si një nga reformat më të rëndësishme të tyre. Nga 373 njësi vendore, torta pushtetit u nda në 61 bashki. Dhe ky është fakt. Fatkeqësisht, Partia Demokratike nuk mori pjesë në atë komision dhe në atë reformim të 10 viteve më parë. Po nuk besoj që do të kishte ndryshuar gjë edhe pjesëmarrja atje. Megjithëse unë gjithmonë besoj tek forca e institucioneve dhe tek pjesëmarrja. Po le të shohim shifrat e faktet. Në fakt ato flasin vetë. Nëse premtimi kryesor i kësaj reforme ishte reduktimi i numrit punonjësve dhe reduktimi i shpenzimeve, asnjë prej tyre nuk u realizua. Në vitin 2015 ishin mbi 19.500 punonjës, ndërkohë që sot janë mbi 38.000 punonjës, një 2 fishim i numrit të punonjësve. Sigurisht që tortën më të madhe të këtij numri punonjësve ka Bashkia e Tiranës, mbi 8.700 punonjës. Ndërkohë që fondi i pagave shkon në 45% të fondit të përgjithshëm të shpenzimeve. E këto janë shifra kokëforte që nuk i ndryshon dot asgjë. Këto janë fakte të cilat duhet ishin analizuar e fatkeqësisht nuk u morën parasysh. Ne shpresonim fakt që me një reformë territoriale, në momentin kur ka përmbytje, pushteti lokal do ishte atje, po kjo nuk ndodhi. Sa herë që kishte një përmbytje në veri të vendit në Shkodër, sa herë që kishte një përmbytye në Fier, në Lushnjë, në Vlorë, në Durrës, pushteti vendor nuk ishte atje. Po ku ishte pushteti vendor gjatë verës? Kur zjarret përpinin Shqipërinë e përpinin vendin. As atëherë pushteti vendor nuk ishte atje. Në disa zona, në disa bashki të Shqipërisë ka një potencial të jashtëzakonshëm. Është potenciali që ofrojnë minierat, ato që ofron nën toka, pasurinë që ka sot Shqipëria. Pushteti vendor merr vetëm 5% të saj. Ndërkohë që kostot, vuajtjet, pasojat i mbajnë banorët e atyre zonave. Po le të marrim dhe rastin e Tiranës në fund të ditës. Tirana konsiderohet si një përpirësit më të mëdhenj të fondeve. Po ku janë shërbimet? Kontrata koncesionare e inceneratorëve në letër 128 milion euro për 30 vite, ndërkohë që në fakt po shkon mbi 300 milion euro vetëm shpenzimet që paguhen çdo muaj për inceneratorët është shembulli më i mirë. Ku ishte pushteti vendor kur u shom teatri i Tiranës? Ku është pushteti vendor në zona si Petrela, Farka, Babruja, në zona të cilat kanë nevojë për vëmendje, kanë nevojë qoftë edhe për investime, kanë nevojë qoftë edhe për një strategji e një vizion zhvillimi. Ku është pushteti vendor? Ku ka qenë pushteti vendor? Në asnjë prej këtyre rasteve, pushteti vendor nuk ka qenë pranë qytetarëve. Në zonën e Astirit vetëm në vitin 2026 është ndërtuar një shkollë. Është një zonë që sot është pothuajse e madhe sa qyteti i Lushnjës dhe nuk ka pasur asnjë shkollë që të ofronte shërbime për qytetarët. Po për çfarë duhet pushteti vendor kur në 10 vite dështoi që të ofronte arsim aty ku duhej arsimi, me një taks qoftë edhe shumë më të lartë në arsim në qytetin e Tiranës? Ku ishte pushteti vendor kur duhej një pushtet më pranë qytetarëve, më shumë decentralizim, qoftë për të marrë dhe një leje të vogël për një çati apo për një dritare? Ku ishte pushteti vendor në zona të tëra që mbahen e jetojnë nga bujqësia kur nuk mbështeste dot fermerët? Këto janë fakte, janë shifra kokëforte. E ndërkohë që nga ana tjetër kryetarët e bashkive, këto të majoranca sigurisht u përdorën sa herë që kishte për të përdorur për pushtetin vendor. A e dini që ligji i zonave të mbrojtura ka ardhur si kërkesë nga një grup kryetarësh bashkie të majorancës? A e dini që paketa maleve ka ardhur përsëri si kërkesë e tyre? A e dini që pjesën më të madhe të investimeve strategjike kryetarët e bashkive përdoren sa herë që i duhet qeverisë për investime strategjike për dëm firmën e radhës? A e dini që pjesa më e madhe e këtyre ligjeve abuzive, korruptive, të cilët tregojnë shtetin e kapur, kanë ardhur nga kryetarët e bashkive, që po përdoren njësoj si deputetët, që nuk janë të zgjedhur me këtë mënyrë si po sillen janë thjesht emëruar. Ndërkohë, në shtator të vitit 2025, me rinisjen e sesionit parlamentar, sigurisht që ishte e nevojshme edhe për një reformë të re territoriale.
por pa analizuar shkaqet e kësaj të parës, pasojat e kësaj të parës, pa analizuar impaktin që kjo reform prodhoi në territor, prodhoi në njerëz, prodhoi në shërbime, sigurisht që çdo reform tjetër mbetet reform në shërbim të pushtetit. Propozimi që ka sjellë majoranca socialista sot është i njanshëm. Është një produkt i cili nuk reflekton asnjë nga këto probleme që u identifikuan, që erdhën nga komunitetet, që erdhën mbas konsultimit me qytetarët edhe gjatë këtyre 9 muajve të fundit, dhe përsëri ka po të njëjtat pasoja që kishte ajo e 2015-s. Më pak transparencë, më pak llogaridhënie, më pak shërbime ndaj qytetarëve, është thjesht një hartë elektorale në shërbim, në interes, qoftë të llogarive të ardhshme të pushtetit, qoftë edhe të përqendrimit të gjithë potencialit ekonomik në pagduar. Në qoftë se sot një pjesë e madhe e përgjegjësive, qoftë nga kontrolli i territorit, qoftë nga financat, qoftë edhe nga funksione bazë që duhet kishin bashkitë janë përqendruar këtu në qendër, pikërisht kjo po arrihet dhe kjo do të arrihet edhe me reformën e re territoriale të prodhuar, të propozuar nga majoranca socialiste. Përqendrimi i pushtetit ekonomik, politik, social në pagduar, në më pagduar se ç'ishin. Në qoftë se janë në 61, propozohet që t'jenë në pothuajse 45-46. E në fund të ditës kush mendoi për qytetarin? Ku është qytetari? Ku janë shërbimet që ofrohen për të? Çfarë ndodh me zonat vogla, me qytetat vogla, me ish komunat vogla, me komunitetet vogla të cilat janë të papërfaqësuar? Çfarë ndodh me një qytetar Tiranës, banor Zallherë që duhet marrë sot një dokument në Bashkinë e Tiranës, po me një të Farkës, Petrelës, të Bërzhitës, të Baldushkut, të Dajtit? Çfarë ndodh me këtë qytetar? A mendon dikush që ky vend ka dhe njerëz? Ky vend ka dhe qytetarë që ne duhet i shërbejmë? Impakti i parë i reformës të vitit 2015 ishte shpopullimi. Dhe këtë e treguan dhe të dhënat e censusit të pak viteve më parë. Nga një popullsi mbi 2.8 milion, zyrtarisht ne zbritëm në një popullsi prej 2.4 milion, në letër, se në fakt janë akoma dhe më pak. Majoranca socialiste erdhi me premtimin e madh që po e bën këtë reformë për integrimin. E kur bëhet sigurisht fjala për integrimin, përdorin çdo lloj arsye, e përdorin sa herë që i duhet, e përdorin edhe për të mbrojtur korrupsionin, e përdorin edhe për pushtetin lokal, e përdorin edhe për të përqendruar kompetencat, e përdorin dhe për ligjet korruptive. Duhet për integrimin. Apo demokracia lokale është kërkesë? Përfaqësimi po është kërkesë. Dhënia e më shumë përgjegjësive bashkive, më shumë autoritet, më shumë decentralizim po është kërkesë, sepse 70% e legjislacionit të Bashkimit Evropian do të zbatohet nga bashkitë. Do të zbatohet nga komunitetet e vogla. Nuk ka rëndësi në qoftë se e përqendrojnë në një bashki apo jo, do zbatohet nga ato njerëzit atje. Kështu që sa më shumë decentralizim, sa më shumë përgjegjësi, sa më shumë autoritet, aq më afër Evropës jemi. Sa më shumë përqendrim pushteti, sa më shumë ligje me porosi, sa më shumë përdorje politike, sa më shumë korrupsion, aq më larg Evropës jemi. E këto do të prodhojë dhe kjo reformë territoriale. Është formulë që e kemi provuar, nuk ndryshon. Edhe nëse e bëjnë, e ribëjnë mbas 10 vitesh, po me të njëjtat arsye, po me të njëjtat shkaqe, përsëri është e destinuar që të dështojë. Për këtë arsye, kjo nuk është reforma e qytetarëve. Kjo është reforma po e pakicës, është reforma po e cungimit të autoritetit, është reforma e mungesës transparencës, mungesës llogaridhënies. Po kurse as reforma e Evropës, as reforma e qytetarëve. Kjo reformë është një nga mekanizmat më perfekt të sistemit aktual, sepse me përqendrimin e pushtetit ekonomik e politik, do të kenë mundësi që t'japin lejet e ndërtimit, aksesin, favoret, taksat e ulura, investimet strategjike në zona më të mëdha, e do i kontrollojnë më mirë territoret. Kjo reformë nga të zgjedhurit çon në temëruar. Nga ajo që kërkojnë sot qytetarët në shesh përfaqësimi, kjo çon ke vendosja e emrave, te ngritja e kartonave, çon pikërisht në një sistem politik i cili sot po luftohet, në një sistem ekonomik i cili sot po luftohet, në një sistem i cili sot i ka zënë frymën ekonomisë shqiptare,
në një sistem i cili sot është kthyer në pengesën kryesore për zhvillimin e vendit. Ndërkohë që sot Shqipëria ka nevojë për një sistem totalisht ndryshe, ka nevojë për më shumë përfaqësim, ka nevojë për më shumë decentralizim, më shumë llogaridhënie, më shumë demokraci lokale, e pikërisht kjo është dhe oferta që Partia Demokratike ka bërë. Jo vetëm me emrimin e zgjedhjen e drejtë për drejtë, me ruajtjen e identitetit të zonave e komuniteteve të veçanta, po njëkohësisht edhe me transparencën e llogaridhënien, që të jep vota, që të jep zgjedhja, që të jep një pushtet lokal më afër qytetarëve. Këtë duan sot njerëzit, këtë duan sot shqiptarët.